Parlamentari i Partisë Demokratike me kryetar zotin Gazmend Bardhi, doni fjalën zoti Bardhi? Okej. Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste me kryetarin zoti Taulan Balla, fjala për zotin Balla. Zoti kryetari i Kuvendit, nderuar kolegë deputet, vit të mbar, edhe pse është një vit i ri, sesion i ri, shohim prap zakonin e vjetër, me shpresën që koha do t'ju bëjë të reflektoni. Kuvendi i Shqipërisë sot mblidhet në këtë sesion të dytë në një moment të jetë pozitiv dhe krenarie në arenën ndërkombëtare për Shqipërinë, e cila sapo është ftuar të marrë një tjetër rol të pa imagjinueshëm pak vite më parë për Shqipërinë tonë, sikurse është ftesa e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili e ka ftuar personalisht kryeministrin Edi Rama dhe përmes tij Republikën e Shqipërisë t'i bashkohet një organizmi të ri ndërkombëtar, të quajtur Bordi i Paqes, në cilësinë e vendit antar themelues. Do të vlerësoja maksimalisht që dhe Partia Demokratike, apo ajo që ka mbetur nga dikur Partia Demokratike, ta vlerësoj këtë moment të rëndësishëm për Shqipërinë. Fatkeqësisht, edhe për ngjarje të tilla me peshë të madhe, krejt të veçanta për Shqipërinë tonë, të përbashkët, e cila është e vogël gjeostrategjikisht ndoshta, por është e madhe sa i përket këtij roli të rëndësishëm që sapo merr, edhe ndaj këtij lajmi të mirë për Shqipërinë, për emrin e Shqipërisë, për emrin e shqiptarëve kudo nëpër botë, u ngret përsëri armata e qyqarëve, të cilët që nga e shtuna ndark filluan të bërtasin, të kërthasin, në fillim thanë që s'ka ftesë. Ku është ftesa? Na jepni ftesën, duam ftesën. Pastaj, kur doli ftesa, thanë që janë të gjitha vendet antare të OKB-s. Pastaj më e bukura ishte se na thanë se ftesa është e njëjtë edhe për presidentin e Argentinës Milei, edhe për presidentin e Paraguajt Peña. Pastaj thanë që ftesa duhet e personalizuar, edhe pse aty gabuan duke ju kujtuar që qoftë presidenti Milei apo presidenti Peña janë dy ndërmiqt më të afërt presidentit amerikan Trump në Amerikën Jugore, sikurse për fatin e mirë të shqiptarëve është edhe kryeministri Edi Rama në Ballkanin Perëndimor. E nuk është fare rastësi që nuk janë asnjëri prej kryeministrave apo presidentëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor, është vetëm kryeministri Rama, sikurse janë dhe dy miq të tjerë, kryeministri Mitsotakis apo presidenti Erdogan. Situata degradoi në kampin e qyqarëve, ku me porosi të bufit të gjitha qyqet filluan të dalin në për televizione, aq sa u detyrua dhe trampisti më i përbetuar Tritan Sheu të dalin në televizionin e Zenit që smerr dot viza amerikane dhe të na shaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vërteta është shumë e thjeshtë, sa i përket kësaj çështje, nuk jemi vetëm pse jemi vend antar i NATO-s, as pse kemi rëndësi gjeostrategjike, por se Edi Rama është një partner i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto janë disa çështje që do doja t'i thoja në parantezë, sa i përket objektivave. Dëgjojeni mirë. Kohë për të humbur me ju ne kemi zero, që ta dini mirë, edhe nguliteni mirë këtu. Doni të vini të bëjmë reformën administrative territoriale, jeni të mirë pritur. Nëse deri javën e ardhshme nuk paraqiteni në komision, ne do të bëjmë ndryshimin e vendimit, sepse ju po shkelni në mënyrë të njëanshme. Doni të vini të bëjmë reformën
zgjedhore jeni të mirëpritur deri javën e ardhshme. Nëse nuk vini deri javën e ardhshme, në 2014 e kemi bërë dhe pa ju reformën administrative territoriale. Në 2020 e kemi bërë dhe pa ju reformën zgjedhore. Ne ju ftojmë 3 gjëra, mbajini mirë në mend. Zgjedhjet e ardhshme lokale janë diku në mes 15 prillit dhe 15 maj 2027. Zgjedhjet e përgjithshme janë diku mes 15 prillit dhe 15 maj 2029. Këto ëndrat në diell shko thuja atyre krushve tash në orën 6, se me ne ke mbaruar punë. Ti edhe shqyqarët që të vinë nga mbrapa. Zoti kryetar, kalojmë votim. Faleminderit Doniko. Me elektronik për prezencë. Firmoj. Jo, votojmë me elektronik. Kam. Ja. Do të shosh jaj, ta i lumbi. Ai duke. George Clooney ai, George Clooney. Lumbi ai. Largohet si ata nga Komisionin për Nisma Qytetare, Bashkëpunimit dhe Mbështetjes. Vojnë ca ndryshime kot fasash. Në Komisionin për Shëndetin. Me 24. Qytetarë djalë e ju. Stella Lumbi. Për çështën ligjore dhe statit publik. Ai kanë mandatin e krimit. Ta përfaqësojnë krimin kartelit. Mos kimea. 24 është dita juaj. Është dita e qytetarëve. Të mos e krea. Është ora e tyre. Votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Votoni se kartona jeni. Ja ka thonë Rama. Mos flisni ta, vetëm votoni. E qani këtë pjesën. Kemi shumë atet bambamin apo jo? 79 vota pro. Sa më janë përkryer kishte. Ergysi, ta bambamin e kishte aty. Vendimi për një shtesë dhe ndryshim në vendimin numër 65 datë 24/9/2025 për saktimin antarëve zëvendësues për bërjen e Komisionit të Përhershme të Kuvendit. Pika 1 e vendimit shtohet dhe ndryshon si më poshtë. Deputeti Agron Gaxho caktohet antar zëvendësues në Komisionin për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen. Deputeti Samira Salla largohet si antar zëvendësues Komisionit për Nisma Qytetare, Bashkëpunimit dhe Mbështetjen Institucionale. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër, projekt vendimi miratohet.